kaluar 6 muaj prej kur kryetari i komunës së Qairit promovoi rikonstruimin e rrugës 192 në Bit Pazar, ku pezat e betonit janë shkatruar. Situata po shqetëson edhe tregtarët përreth, pasi që sipas tyre, tregu duhet të jetë i frekuentuar nga persona të cilët duhet të kenë qasje deri tek ata. Të thyera në gjysmën nga veturat, apo materiali i dobët i investimit, kjo është situata aktuale në Bit Pazar. E shif një vetë, s'ka kem punu. Pas gjënë s'kem punu. Po, se kem në rejtë, me një për qatë. E kem vijës borët e tash, du në rejnë gjinjën që jem të punu në dishka. Sipas kryetarit të shoqatës së tregtarëve Ekrem Dolek, edhe pse garancioni kupëzave të betonit ishte për 2 vite, materiali i dobët ka bërë që pas 6 muajve të njëjta të jenë jo funksionale. Për fat të keq, vendosja të në pllakave u bën me një farë mënyrë jo profesionale. Shkaku kryesor do të jetë me siguri ajo se po të ishte bërë profesionalisht, nuk ka shanse reale mu deformu rrugën si mënyrë për një kohë ka shkurtë. Ndërkohë nga komuna e Qairit paralajmëruan se do të intervenojnë duke i zëvendësuar kupëzat e thyera me të rinj. Ata thanë se do të fillojnë me punë gjatë fundjavës me qëllim të frekuentimit më të dobët të rrugicës.